Territori shqiptar për datën 26 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira dhe rreshje shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me të njëjtat kushte atmosferike dhe rreshje të herpashershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:27 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:06 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 8 deri në 16 gradë Celsius, Kukës 5 deri në 15 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri në 14 gradë Celsius, Tiranë 8 deri në 16 gradë Celsius, Durrës 9 deri në 16 gradë Celsius, Kavaj 8 deri në 16 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 17 gradë Celsius, Berat 8 deri në 17 gradë Celsius, Korç 1 deri në 9 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 16 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri në 14 gradë Celsius, Sarandë 8 deri në 16 gradë Celsius.